Mirë mëngjes nga ne të dy. Ne po ikim për te kopshti. Po për kopshin. Po. Edhe jemi pak vonë sot. Solea sot është shumë e lumtur sepse mbas kopshtit ka fest. Këtu në Konstancë ka fest. Solea me dashuri po pret për t'ikur me pushime. Edhe për uala. Kënaqem. Edhe Po do bëjmë video shumë. edhe pastaj do kemi shumë. E baba shumë. Po subscriber janë shumë të rëndësishme. Babi se kena puna në kopësh, në sharoni like, comment, YouTube-in tape, edhe subscribe-in, shumë fuqe, mua. Unë tani se parkova makinët në shtëpia. Është fat, duhet të thënë që shtëpinë edhe kopshtin e kemi afër. Do pres autobusin dhe do shkoj te puna. Vrita nga autobusi, ne si do futem për tek puna. Sot duhet jetë një ditë shumë e nxehtë. Por që për fat unë jam brenda edhe është ambienti i freskët me kondicioner. Duhet ta nisim ditën me pozitivitet dhe të vazhdojmë përpara. Und solltest du dich dazu entscheiden, wieder lieb, höflich und freundlich zu sein, Nein. verzaubern wir dich zurück, aber ohne Zauberkraft. Ich bleibe böse, ich bin der große Zauberer. Aber ich werde wieder... Und höflich zu bleiben. Ich bin normal. Oh, der Papa ist ganz laut. Ja, prima. Das freut Përshëndetje edhe nga unë. Ne jemi këtu tek kopshti, tek garten i qytetit, këtu në qendër të Konstancës. Ja tek është edhe Solea. Sot e ka bërë hapjen e vlogut Ensidi edhe Solea. Tani është mbasdite, del nga puna, ka marrë nutribullet siç e keni parë edhe ju. Më pas shkova mora Solean nga kopshti, edhe kemi ardhur këtu tek kopshti i qytetit, tek garten i qytetit, që organizohet kjo festa e garten, 7 garten fest, dhe është 3 ditë, sot, nesër edhe pas nesër. Është një fest shumë e bukur, më pëlqen shumë, është viti i 3 që ne vim këtu, edhe bëhet shumë bukur, siç e pat ka disa organizime të ndryshme. Ne jemi ulur këtu tek stoli edhe do filloj seria pjesa e dytë e teatrit të kukullave. Është shumë bukur, Solea ka shumë qejf, ka 3 pjesë. Zhvillohet një pjesë gjysmore, pastaj bëhet pauzë gjysmore dhe fillon pjesa e tjetër. Dhe kështu është, po, sot kemi një pjesë të re nga Peppa Pig, është pjesa e 3 dhe e fundit. Solea nuk e lëshon vendin, do të rri këtu dhe thot mami unë do pres filloj pjesa tjetër, po ja shpjegoj që ata janë në pauzë tani, gjysmore, edhe fillon pas gjysmore, por nuk e lëshon vendin Solea për qamet. Do presim këtu sa të filloj skena tjetër, do ju marrë me vete edhe tek pjesa tjetër se çfarë zhvillohet këtu. Jemi këtu tek një stand edhe Solea do të bëjë një tatuazh kështu te dora me këto si kënaqësi janë këto. Organizohet një herë në vit, gjithmonë në gusht, në këtë javë gjithmonë para festës së liçenit, sepse përpara këtë fundjavë të shtunën është edhe festa e liçenit dhe kjo organizohet një herë në vit dhe mund të them që është një ndër organizimet më të mëdha që zhvillohen këtu në Konstancë, sepse vijnë njerëz, mund të them nga gjithë bota, te mbushet Konstanca. Edhe mbaj mend vjet një artikull në gazetë rreth festës së liçenit. Edhe nuk e mbaj mend tani se sa milion fitim euro kishte marrë qyteti nga ky organizim. Shumë bukur, nuk e di nëse do vim dot atë ditë që të shikojmë, do jetë shumë e vështirë, atë ditë është hyrja me lek, edhe mund të hysh vetëm me lek. Këtu organizohen udhëtime me anije, festa me anije dhe gjithashtu gjitha janë me lek, edhe plasen shumë fishek zjarri, një shumë e caktuar mijëra eurosh,
fishek zjarri që plasen, por kjo ka shumë fitime sepse vinë shumë njerëz. Them që është festa më e madhe që zhvillohet një herë në vit këtu në Konstancë, që përveç që sjell shumë të ardhura, është gjithashtu shumë e bukur. Tralala, der Kasperle und seine ganzen Freunde, die waren wieder da. Tschüss! Morëm një popcorn për Solean dhe jemi ulur këtu te këto stola. Sa të haj Solea këtë, do rrim këtu. Do presim këtu. Ajo çfarë më bezdis është pluri që krijohet nga kjo rruga këtu me gura të vegjël, edhe njerëzit kalojnë, edhe bëhet një pluhur i gjithë rruga, edhe domethënë e gjithë pjesa këtu sepse mbushet pastaj me njerëz, edhe e kam shumë bezdi. Ndërkohë, këtu mbrapa është edhe liçeni Bodenze, që unë ju a kam treguar, ja dhe Ania me turist. Është shumë bukur, tani në verë, mbushet plot me njerëz, bëhet plazh, ju e kam treguar, kjo pjesa këtu është shumë e bukur. Ne do vim edhe ditët e tjera, edhe do ta shikoni, do jetë gjitha kjo e përmbledhur në një vlog. Do shkojmë tani sepse po shkon ora 6, është 6:10, edhe fillon pjesa e fundit e teatrit të kukullave dhe është një pjesë me Peppa Pig, edhe do zem nga një vend aty që ta shikoj edhe Solea. Solea tani që është më e madhe dhe shkon te kopshti, që ka mësuar edhe më mirë gjuhën, edhe më e madhe, normalisht. Ka shumë dëshirë të rri aty dhe ta shikoj, ndërsa vitet e kaluara nuk ka patur durim fare, rrinim shikoni vetëm pjesën e parë, kështu me zor ose deri fund. Edhe ikte pjesët e tjera nuk donte më të shikonte, ndërsa si vjet i ka parë të treja pjesët. Do marrim këtu ndonjë perime në një triangull edhe speca këtu që t'i haj Solea. Edhe do ulemi sepse fillon tani. Këtu janë perimet që prodhohen këtu në Raqnau. Raqnau është një ishull që është shumë afër me Konstancën. Edhe ju kam treguar sepse kam bërë edhe një vlog ku kemi qenë në Raqnau. Nëse mundem, mund ta vendos këtu lart linkun që ju ta shikoni. Dhe në fakt janë shumë të mira. Do të thënë janë prodhime vendase këtu gjermane dhe janë shumë të mira, po janë shumë të shtrenjta. Claudia! Oh, da kommt er! Claudia! Hallo, Schorsch! Guck mal, wir haben Besuch! So viele Kinder und Erwachsene! Rinder! Nein, keine Rinder, Schorsch! Kinder! Kinder! Und Erwachsene! Erwachsene! Richtig! Schorsch! Ich bin Papa Wutz. Papa Wutz? Ich denn da? Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, liebe Kinder. Hallo, Birthday To you! Oh, liebe Kinder. Tani sa po mbaroi dhe ajo shfaqja teatrale që ishte këtu mbrapa. Edhe jam me Solean, këtu po presim radhën që të vendosë Solea këtë topin këtu. Edhe ta ndjekim atje në fund ku bie topi. Po i thoja dhe Soleas që parë, kur morëm kokoshkat, fatmirësisht kisha 20 euro në portofol, sepse zakonisht nuk kam fare lek, nuk marr lek fare me vete, sepse gjithmonë përdor kartën. Rastësisht i kisha këto 20 euro aty. Ja edhe topi që po e luan Solea. Shkon aty lart. Ra këtu, nuk i këtu. Do ta provojmë sërish, Solea, mos u mërzit. Mos u mërzit. Do ta provosh këtu te kjo tjetra. Ne provojmë tani te kjo, se këtu kishte shumë radhë.
Dhe Solea. E hodhe mam? Jo, shaka. E po duhet shkojmë ande poshtë, se nuk e di nga na bie topi. Okej. Okej, hidhe topin edhe shko me vrap. Shko si u bë Dora, tatuazhi. I ran ato boja nga sipër edhe i ka ngelur kështu. Aha, shumë bukur, të pëlqen? Të pëlqen? Jam gati. Hidhe. 1, 2, 3. Topi iku, tani do ta shikojmë se ku do përfundoj poshtë. Ja dhe Solea ka shkruar emrin aty edhe ca vizatime, kështu që jam e sigurt që do ta gjej, po ikën kot atje se më shumë mundësi do ketë rënë këtu poshtë, kështu që do iki ta gjej unë. Solea i gjeti vetë topin, edhe erdhi me vrap, unë sa zbrita ajo erdhi e kishte gjetur vetë. Po jesh. Selina, da. Ja edhe topi Soleas. Wow. E hodhi vetë Solea. Nein! Ja, të kështë këtu. Bravo! Ja të ke kam Solea. Do ja jap Solea se po pret aty lartë. Ora ka shkuar 7. Mama, ikte po në puqimar. Po, ora ka shkuar 7 edhe unë jam zgjuar në orën 5 sepse isha në punë sot. Jam edhe nesër, pas nesër jam pushim. Edhe kam 14 orë që jam në këmbë. Nuk jam ullur fare, vetëm që kam bërë 30 minuta pauzën. Këtu nuk jam ullur fare se s'kishte vend fare të lirë. Edhe imagjinojeni vetë ju se si mund të ndjem unë dhe se si mund të dukem pas një dite super të lodhshme dhe të gjatë. Tha mami tha unë dua të luaj tha vetëm me topin. Edhe po rrim këtu, Solean po lua me topin, nuk e di dhe sa gjatë do rrim. Mbase rrim edhe 1 orë edhe pastaj shkojmë të 3 në shtëpi edhe sili në orën 8 del nga puna edhe ikim të 3 për shtëpi me shumë mundësi se dhe Solea nuk është se ikëm kollaj që këtu. Por që nuk është se pas ka dhe ndonjë gjë tjetër interesante për të bërë. Ja Solea tek është. Është rritur se nga vitet e kaluara vetëm nikte me vrap kot, ndërsa këtë vit me të vërtet po luan dhe po i shijon gjërat si një vajzë e madhe. Nuk e di që po pret aty, po pret të rezistë që t'i ke ky baby. Solea? Hop. Të dyja herët e ke qëlluar deri në fund, ja ti ke shtëpi jot, Solea. Bravo, mam. Toke? Bravo. Solea. E ka mësuar atë metodën se si bëhet. Edhe e bën shumë mirë. Bravo, Solea. Pistachio dhe Edhe blu. blu të orange. Okej. Përshëndetje edhe nga dita tjetër, ne jemi këtu tek festa që ju kam treguar dje. Unë sot që ngam shumë e lodhur në fakt. Pam 2 shfaqje të kukullave aty mbrapa, është edhe shfaqja e fundit. Edhe isha shumë e lodhur kur po rrija aty ulur. Nesër e kam pushim dhe është dhe dita e fundit, nuk e di nëse do vi përsëri, por që sot që nga edhe një diell shumë i fortë. Edhe pluri që krijohet këtu, ju thash që krijohet shumë plur nga rruga poshtë, është shumë i bezdisshëm, nuk e di nëse do vi nesër.
Edhe sot nuk do rri shumë gjatë, si që thash mora Nutribull dje, edhe Solea e hapi, unë doja të bëja një video me atë, por Solea ma hapi të gjithën, unë isha të dhoma i gjumit, po merresha me dy gjera aty, kur vite salloni, Solea i kishte hapur të gjithë, nuk e di se si i kishte hapur atë, si i kishte ngritur të gjithë atë edhe, po gjithsesi. Edhe kam menduar që të bëja kullore, se prandaj e mora atë, dhe shpresoj që ti ketë fituar si ti Boronisa të ngrirje, se ja lash porosi që ti fuste në ngrirje që sot të kishim mundësi të bënim akullore, edhe do ikim më shpejt nga këtu, jo si që ikëm dje, se dje ikëm goxha vonë. Shpresoj që Solea të më dëgjoj, do shkojmë në supermarket edhe pastaj do ikim në shtëpi. Ky është plani për ditën e sotshme. Nesër kisha në plan që ta mbaja Solea në shtëpi, me që jam edhe vetë pushim, por ajo tha mami unë dua të shkoj te kopshti se dua të luaj me shoqet. Edhe me shumë mundësi do ta çoj ensidhje dhe pastaj ta marr unë, por të shohim, nuk e di se çfarë do ndodhi deri nesër. Sot pas ka goxha më shumë fëmijë edhe që nga shumë e vështirë, nuk pas kam nerva fare me të drejtën të rri këtu, edhe dielli siç thash që nga shumë i fortë, edhe dua të hiq që tani, po Solea ndërkohë po luan me këtë me topa, e heta të topin aty edhe rrëshkete këto siç ju tregova dje. Edhe ndjek atë topin, nuk po i gjej dot se ku është, nuk e di domethënë, po nuk po rrit dot më fare. Sot që nga e pamundur ju betohen, pas ka shumë njerëz, që nga shumë e vështirë. Ose jam dhe unë shumë e lodhur, nuk e di. Këtu jemi pas 2 ditësh, sepse unë dje nuk filmova. Kam ardhur në shtëpi mbas punës. Jo, më fal. Dje isha pushim, unë? Dje që isha pushim nuk filmova, kam marrë Solean, nuk ishte as autobusa që të çoni te kopshi Soleas. Kam shkuar në këmbë dhe pastaj kemi ardhur me gjysmën e rrugës me autobus, gjysmën në këmbë. Sot është festa e liçenit. Dje ishte dita e fundit të Stadtgarten Fest. Ne nuk ishim dje. Nuk e di kur është hapja e kësaj festës, në çfarë ore, nuk e kam parë. Por që gjithsesi është kesh bilet që të futesh aty dhe sigurisht nuk e kam se nuk mundem dot të shkoj atje me Solean, edhe fishek zjarrit më duket se plasin në ora 10 e në vazhdim, nuk e mbaj mend tamam orarin. Por gjithsesi ne do dalim i xhiro nga qendra e qytetit, aty tek liçeni, edhe të shikojmë, do t'ju tregoj si do jetë pak a shumë situata, por qyteti është plot me njerëz. Edhe si t'jetë situata do bëj edhe unë, mbase do rri, mbase do ikim më shpejt, nuk e di, do t'ju tregoj. Këtu se që shikoni është hyrja, edhe ka security, të cilët kontrollojnë gjithë njerëzit që do futen tek festa. Nuk lejohen këto shishet me vete ose sende të ndryshme, të bëhet kontroll. Edhe policia aty përpara të njëjtën gjë po thoshte. Hyrja është e bllokuar që këtu te kjo pjesa e urës që kalon poshtë, që lidh liçenin nga ana tjetër. Ne nuk futemi dot sigurisht, por do dalim këtej vërdall, do shikojmë se ku mund të vemi. Po rri këtu, se ka shumë qejf të shikoj njerëzit kur kalojnë këtu, edhe kjo goca kishte një parfum me vete, edhe nuk mund ta marrë atë, siç e shikoni këto arkat janë mbushura plot me shishe të ndryshme. Tha Solea, mami tha unë dua të rri këtu, tha se dua ta shikoj këta njerëzit këtu. Por që nga një vap e paparë. Ne të dyja kemi gati një orë që po rrim këtu
morëm nga një akullore dhe ullur këtu në hijet e këto stole. Shikoni pak mbrapa meje sa është radha për të hyrë tek liçeni. Po them që mund të kemi më shumë se një orë edhe njerëzit vazhdojnë edhe hyjnë. Është ndër festat më të mëdha që organizohet këtu, është kjo festa e liçenit. E thash edhe në fillim të videos, qyteti ka një fitim shumë të madh në këtë festa. Bileta kushton 28 euro për person këtu në vend, se dëgjova aty ku po rrie për me Solean, ndërsa online normalisht është pak më e lirë, besoj 2 euro më e lirë 26, se dëgjova të puna që ishte bileta 26. Besoj se ky do jetë çmimi online, ndërsa këtu ishte 28 euro. Këtu vi njerëz nga gjithë Gjermania por edhe nga shtete të ndryshme për të parë këtë festën që organizohet sot, festën e liçenit. Nuk e di se çfarë bëhet brenda, ka koncert më duket, po ka koncert. Edhe në një orar të caktuar plasin edhe ato fishek zjarret, ka një spektakël me fishek zjarre. Përveç Konstancës këtu, që bën këtë spektaklin e fishek zjarreve, ka edhe në Kreuzlingen. Kreuzlingen është këtu në kufi me Konstancën, i përket Zvicrës, edhe ky spektakli i fishek zjarreve bëhet njëkohësisht në të njëjtin orar, edhe më duket se është një si tip konkurrence ndërmjet të dyjave, kush i ka më të bukura fishek zjarret dhe ato plasin njëkohësisht. Ne vjetë kemi qenë në një shtëpi tjetër, jo të kjo shtëpia ku jemi tani. Ajo ishte një shtëpi private, dukate, edhe ne ishim poshtë te kati poshtë, edhe pronarët e shtëpisë ishin te kati lartë. Edhe vjetë ne kemi parë spektaklin, unë me Solean, se nësidi ishte në punë, e kemi parë spektaklin nga terasa e kësaj zonjës, ajo ishte një zonjë në moshë. Ma ka shpjeguar ajo këtë gjën, punën e fishek zjarreve të Zvicrës dhe të Gjermanisë. Më duket se kam edhe video, nëse gjej ato video të fishek zjarreve, mund t'i vendos këtu më mbrapa për t'i parë edhe ju, se sot nuk është se do rrim deri vonë, se edhe më thajnë si që autobuza ka deri në orën 9 më duket i fundit, se rruga këtu përpara është komplet e bllokuar, duhet të shkojmë nga ana tjetër për të marrë autobuzat, sepse kjo është gjitha lirë për njerëzit. Të shikosh edhe nga ura, po ne nuk kemi këtu se do ikim nga ura e liçenit. Po gjithsesi dhe aty është plot me njerëz. Nga vitet e tjera unë kam parë sepse kam patur një terras të shtëpia lart atje. Vjeti kam parë tek ajo shtëpia ku kam qenë, nga vitet e tjera i kam parë të shtëpia tjetër, se kemi patur shtëpinë këtu afër, këtu në qendër. Edhe dilja te balkoni edhe i shikoja. Më tha një djalë te puna që është nga Zvicra, më tha që në Kreuzlingen po zhvillohet edhe atje një fest kështu, edhe hyrja atje më duket se ishte më lirë, nuk e di, nuk e pyeta sa le kushtonte, po dëgjova diku aty, edhe kishte edhe organizime kështu për fëmijë. Nuk e di sa ka shkuar ora tani dhe nuk e di nëse ja vlen të shkojmë deri atje. Ja. Ne tani po ikim, jam me Sidin. Përshëndetje nga unë. Mos u habisni. Unë jam rroba e punës se sapo lash punën. Sot punova vetëm pak orë, 4 orë gjys, se para dite u kujdesa për Solean. Edhe tani do gjemi mënyrë për t'i ikon shtëpisë, autobuza nuk ka prej festës. Edhe qyteti është fort. Do kishim shumë dëshirë të rinim qytet, po është pak rrëmuj. Edhe ka shumë njerëz, qyteti është shumë plot. Solea, hajde këtita. E si di ku se mori Solean, se iku Solea me vrap. Gjithmonë kur jemi të tre, bën kështu, kur është vetëm me mua nuk bën kështu. Po, se për këdhelet? Për këdhelet normalisht, se ka babin aty. Por po thoja që këtë pelin e kam dhurat, nuk është se e kam bler, e kam dhurat nga Esidi. Dhe po e mbaj te koka këtë, sepse më shkoka. Solea që... Solea do vetëm...
Do vetëm të bëj lojra, do të luaj me si di gjithmonë. E shfrytëzon në maksimum, po s'kemi çfarë bëj. Po shikoja mbrëm një reels, Unë jam ai që shërbej. ishi këta baballarët e shkret që i bënin ato fëmijët, gocat i bënin cirk i bënin, edhe më kujtua direkt në Sidi. U shkriva me qesh, domethënë, se është e njëjta gjë bashkë me Solejan. Kështu ndodh, gjithmonë. Soleja! Po I përshtatemi edhe atmosferës. Vem sikur se ne nuk do shkojmë në festa, Po shijojmë këtu rrugës. po imagjinoj. Po. Ne tani sapo erdhëm dhe tek shtëpia, te lagja. Fatmirësisht erdhi autobusi normalisht që do vinte. Tani do bëjmë mbylljen e vlogut. Se unë bisni këtë video, do të jetë video shumë e bukur. Ne ju ftojmë për një subscribe, follow në Instagram tek Solea Family. Kemi nevojë për mbështetjen tuaj, do të ishim shumë të lumtur të na ndiqni gjithmonë më shumë. Ju përqafojmë dhe ju urojmë ditë të bukura me diell. Mirupafshim nga Solea Family. Mirupafshi, logu tjetër, më ka dhënë Soleja një kështu Buburrec. buburrec, po unë i them buburrec gjerman, se nuk është si ata që kemi ne te Shqipëria. Vlogu tjetër do jetë vlogu I përgatitjeve para pushimeve. Është buburreci. Edhe do jetë gjithashtu shumë I bukur. Ndaj ju lutem, mos harroni të bëni subscribe. Ne ju falenderojmë, ju dërgojmë shumë dashuri. Mirupafshim. Mirupafshim. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Hoch nach oben gehen, ins Lager oder